Në këtë rast besa i jepet vetes. Pra, nëse ti ja jep këtë besë vetes, e ke fituar davan. Po. Pra, është një çështje, për mua është një marrëdhënie më shumë me vetveten se sa me kolegun. Po. Pra, nëse ti e ke këtë angazhim dhe e kalon pastaj nëpërmjet provave, është dava e fituar. Për mua është marrëdhënie me veten. Ajo që thua ti domethënë që unë i kam dhënë besën atij për votën, ai është kodo merda. Jo, ajo e kam fjalën këtu që jo, ne po flasim për rastin kur ty vinë dhe të bëjnë një ofertë korruptuar. Po. Edhe ti nuk e denoncon. Ky është problemi. Në këtë rast po themun që shpeshherë kjo besa ndikon për keq, domethënë nuk denoncojmë. Neve që jemi nga Fieri e kemi kështu këtë, që neve as nuk pam, as nuk folëm, as nuk dëgjuam. Është ai qytet se që ka diçka, e ka një gjë kështu. Ka një gjë që